nuk na lejon neve asnjëherë të ndijmë plagështi, as të lodhemi e as të mendojmë ndonjëherë për të pauzuar ose për të pensionuar. Se për besimtarin musliman e gjithë jeta e tij duhet të qenë për kushtim, kauzës për cilën ai jeton, që është adhurimi Allahut Madhërisht me para, dhe e dyta është kontributi në zhvillimin dhe rritjen e cilësisë të jetës së njerëzve në kohën dhe vendin ku jetojmë na. Kjo është edhe qëllimi i Islamit. Edhe agjërimi vjen në këtë prizmë. Faktikisht neve në momentin që angazhimi jon për të rritur cilësinë e jetës sonë materiale në harxhon shpirtnisht. Edhe vjen agjërimi që tani me kompensuat humbje ta balancoj. Edhe me mbush shpirtin me energji, e cila në betejat e ardhshme pas Ramazanit për të vazhduar me rritjen e cilësisë të jetës sonë materiale, që të kemi na energji të mjaftueshme shpirtërore, e cila do të na shtyjnë drejt arritjes së qëllimeve dhe do të na mbron për lehthitjes dhe gabimet që mund t'i bëjë njeriu në ato angazhime materialiste.